Teksa bëhet gati për të nisur pjesa e parë dhe ndeshja midis Butrindit dhe Maliqit, delegati Maksim Goga urdhëron që pjesa e tifozëve të hyrë në stadiumin Ando Lapa të dalë e gjitha jashtë. Ndërsa do të nisë ndoshta edhe me disa minuta me vonesë, kjo për arsye të futjes tifozëve të cilët janë jashtë numrit të vendosur në bazë të protokollit të cili mbulohet nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit. Dhe delegati Maksim Goga nga Fieri ka urdhëruar boshatisjen e gjithë tribunës qendrore që ishte vendosur në tribunën qendrore të stadiumit të Ando Lapa. Kjo është dhënë me qenë më njëherë sinjalizimi i delegatit Goga dhe ka ndeshja ndoshta do të vonojë nisjen e takimit pikërisht të Butrindi Maliqi. Do të jemi pak pamjet pa komente me pas rikthehemi sërish së bashku për vijimin e sapo dy skuadra dalin në fushën e stadiumit Ando Lapa. Rikthehemi pas pak me komentin live. Kanë dalë me njërë të dy skuadrat Butrindi dhe Maliqi për zhvilluar ndeshjen e play-offit. Butrindi nuk ja doli përballë Orikut në javën e kaluar. Ndërsa sot kërkojnë të dy skuadrat për të marrë fitoren e cila do t'i çonte në finale përballë fituesit të çiftit Bylis B Partizani B. Ju përshëndesim drejt për së drejti nga stadiumi Ando Lapa i qytetit Sarandës, miq të faqeve, KS Butrindi Sarandë, Saranda Web. Jemi së bashku në transmetimin e drejtë për drejtë të kësaj ndeshje e cila është gjysmë finale, quhet kështu pikërisht ndeshja e play-offit të kategorisë së dytë në grupin B. Butrindi dhe Maliqi vinë në këtë ndeshje pas pozicionimit, Butrindi në vendin e dytë, Maliqi në vendin e pestë, ndërsa sot do të përballen me njëra tjetrën në zhvillimin e kësaj ndeshje gjysmë finale. Gjykohet ndeshja nga kryesori Ardit Merdanaj, asistenti i parë Elis Pulej, asistenti i dytë Ermin Isufi, gjyqtari i katërt Gjiro Kastriti, Edvin Latifi. Treshe nga Vlora me kryesor Merdanaj, Pulej dhe Ermin Isufi, ndërsa
Delegati i këtij takimi Maksim Goga nga Fieri, vëzhguesi i arbitrave është Ervis Peza nga Tirana. Në fakt, në nisje të këtij takimi ka ndodhur diçka e çuditshme kur të gjithë janë vullur një pjesë e konsiderueshme tifozë në tribunën qendrore të stadiumit në Lapa. Delegati Maksim Goga me urdhër dhe në bazë duke respektuar mbi të gjitha protokollin e lejuar nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit, ku janë vetëm 20 veta, do të lejohen pikërisht brenda protokollit. Delegati Maksim Goga i boshatis, thot nuk nis pa u boshatisur pjesa e tifozërisë e cila ishte jashtë numrit të lejuar nga protokolli, dhe gjithçka është me emër, pasi kujtojmë që Butrindi është dënuar me zhvillimin e 5 ndeshjeve pa tifoz në stadiumin Ando Lapa të qytetit Saranës. Formacionet zyrtare të kësaj sfide janë si më poshtë: ekipi Butrindit vjen me Krishtin Dresa në port, Gjata, Basha, Ibrahim, Babakar Diop, Silva, Pius, Xhiledio Abduli, Mërkuri, Xilla dhe Alessio Kolonja. Trajneri i skuadrës është Artan Meçani. Në krahun tjetër, skuadra e Maliqit, për të parë edhe formacioni e skuadrës së drejtuar nga trajneri Egli Malsia, ndërsa pritet që gjithçka të është me Bake në port dhe me radhë Lipo, Demollari, Elmas, Ofej, Ndocin, Fapanjo, Bregu, Pero Agolli dhe Din Ibrahim. Vendos dy skuadrat, Maliqi gjithi me të bardha, në krahun tjetër Butrindi me blu dhe mbathura blu dhe ngjyrën e verdh në fanell. Gati për të startuar dhe ky takim nga ana e gjyqtarit Blunjat Ardit Merdanaj. Ka ardhur Ka nisë në këto momentet ndeshja midis skuadrës së Butrindit dhe Maliqit. Është skuadra Butrindit e cila nis me topin nga qendra mes të fushës. Është Nelson Pius. Ka nisë në këto momente takimi për shkak, siç e thashë pak më parë, të vonesave, për shkak edhe të mirëpopullimit të tribunës qendrore. Është me një skuadra Sarandiote, e cila ka topin zotrim. Është numri 5 Ibrahim që gjen Kristi Bashën. Pas është Gjirardinho, ka qenë me një Gjata, dhe një pozicionim në ndim të sulmit. I cili është pranë Vjes Ansora, atje ku është sulmuesi Mërkuri, i cili ka lënë topin për futbollistët e Maliqit.
Është skuadra e Maliqit vjen me Bakje në port, Lipo, Demollari, Elmas, Ofej, Ndoci, Fafanjo, Bregu, Pero, Agolli dhe Din Ibrahim. Në sojnë e rezervave për skuadrën e Butrinit vjen Maxhuni, Çulli, Sandi Çulli, Fabrizio Çulli, Camilo, Diop dhe futbollisti Marino Lala. Për Maliqin, Boni, Muçollari, Kame, Bega, Martinez dhe Tako, por njëkohësisht edhe Aleksandr Karbera Palacio. Përsa kujtojmë edhe njerë gjykon Vlonjati Ardit Merdanaj, asistent i parë Elis Pulaj, asistent i dytë është Jermini Sufi, gjyqtari 4 Edvin Latifi. Një 4-4-2 shihet, është një 4-2-3-1 në fakt e skuadrës Maliqit. Shojmë Xilla e marrë edhe një mjaft mirë të shojmë topi në krahun tjetër në drejtim të futbollistit të Silva, ka dalë mjaft mirë Bakje, edhe njëra Xilla, lëviz mjaft mirë Mario Mërkuri, pritet pasimi i tij. Mërkuri ka shëtimin e numrit të 3 të pas ajo goditje Mario Mërkuri devijohet nga Agolli në rivënie, goditje falin nga këndi. Ndim të sulmit për skuadrën është edhe futbollisti Nelson Pius, i cili është në mesfush, sa të shohim, topi i lartë ishte Basha, gjithashtu edhe një Mërkuri. Ka shëcimin e numri 7, të shohim goditje dënimi, thot gjyqtari i takimit të Vlonjati Ardit Merdanaj, e që Mërkuri i cili ka fituar duelin e numrin shohim sërish futbollisti Mario Mërkuri. Shohim krosimi, është në shtylla 2 dhe ka qenë një top i cili devijohet nga ana e futbollistit portier Bakje dhe goditje nga këndi. Shohim këtë skem të skuadrës së Shkolonja. Pritet dhe krosimi në shtylla 2 të shoh dhe ka dalë në sa ka faull në sulm të Xilla ndaj portierit të Bakje të skuadrës së Maliqit. I vëmendshëm gjyqtari i takimit. Që në Korneli dëmtuar në krahun e tij portieri Bakje, nësa ka ndryrë me një stafi mjekësor. Shuar me njërë portieri Bakje. Topi gjatë i tij shkon drejtim të lojtarëve, ka qenë numri 7 Demollari, por ka larguar Basha pas Ibrahim. Ka shëcimin e Njibrej, ka Avduli. Topi gjatë shkon në drejtim të sulmuesit Xilla. Ngel topi
Ka erën në krahun e kundër Xilla, lëviz me Ahmet Xilla, është devijuar ai top nga një prej mbrojtësve dhe në duart e portierit. Shojmë, është Fafanju. Visë mjaft mirë. Numri 7-90 Ibrahim, Ndoci, vitet pasimi i tij, shkon në drejtim të Din Ibrahim, numri 19 i skuadrës Maliqit. Për pasimi i tij e ka marrë Pero, edhe një herë Florian Pero, por ka shqetësimin e numrit 24 Diop, ky fundit të gabon marrja e topi. Leon Ndoci, pritet krosimi, gabon Ndoci dhe devion pikërisht Bubakar Diop, ai i cili devion topin në godit rivënie anësore Ndoci. Visë mjaft mirë numri 8 i shifrat e barabarta 0-0 minutën e 8 takimit jemi 6 minuta me vonesë. Shojmë edhe njëra Nelson Pios, Xilla, ka shqetësimin e Agollit, e ka marrë Gjilardino Abduli, lëviz mjaft mirë, Abduli pritet pasimi i tij dhe spostuar disi pranë vijës anësore. E ka marrë numri 3 Lipo, ky fundit të titop në minutë gabuar, ka qenë më pas gjata e në hyrje të Din Ibrahim, ka goditje dënimi, thot gjyqtari i takimit, Vlonjati Ardit Merdanaj. Duke se ka në kontrollin e tij gjithçka kryesori Vlonjat, së bashku me asistentët Elis Pulaj dhe Jermin Isufi. Është shuar Eli Gjata, pranti gjyqtari i takimit për të parë dhe për të kontrolluar gjendjen. Duke ka gjithçka në kontroll. Bidet Shojmë Pius, top në krahun e majt, djath fali për Alessio Kolonje, pritet pasimi i tij, është krahun e majt për të skuadrës së Maliqit. E ulë mjaft mirë Mërkuri. Shojmë në krahun e majt të ky sulm, në krahun e djathtë të mbrojtjes së Maliqit. E ka marrë futbollisti numër 17 Ofej, pas gabojnë dhe lojtarët e Butrindit. Gabojnë sërish lojtarët e Maliqit. Mërkuri ka topin e Xilla, lëviz mjaft mirë Nelson Pios. E jo goditi që shkon vetëm rivënie fundore. Minuta e 8 e cila duhet në këto momente. Shifrat 0 Botrindi, 0 Maliqi. Demollari ka shqetësimin e futbollistit Silva, largojnë sërish lojtarët e Butrindit. Doci ka topin në përkëm Leon Doci, numri 19, ka shqetësimin e numrit 17 Ofej, pas Din Ibrahim dhe ka një pretendim nga në skuadrës Maliqit për top të prekur me dorë, thot azedot kryesori Ardit Merdanaj. Duke se ka gjithçka në kontroll gjyqtari nga Kolegjiumi i Vlorës. Gjyqtari Ardit Merdanaj. Ka sinjalizuar asistenti Pulaj. Ibrahim kem brava topin tek portieri Krishtik Ndreca, edhe njëra Ibrahim
që sulmuesin Xilla, e ka marrë mjaft mirë Bubakar Diop. Shohim, ka tjetër goditje dënimi. Në këmbë dy trajnerët, Egli Malsia i Maliqi, por edhe trajneri Butrindit, Artan Meçani. Të dy trajnerët e qetë në këto minutat para, Ibrahim, Gjena, Nelson Pius. Ka i driftim atje me shohim Nisë ka qenë Agolli, Gjena Din Ibrahim, të mbrapa Fafanjo, Gjena Lion Doci në krahun e Majt, që mjaft mirë Oli Felmas, pritet të pasimit i Tokazi është, ka qenë Ibrahim i cili ka larguar në goditje nga këndi në shqetësimin e Din Ibrahim. Shohim se çfarë sill ky aksioni i skuadrës së Maliqit. Afrohet numri 70 Florian Pero. Pritet në gjysmëlartësi ajo goditje më pas e gabuar është rivënie fundore ka. Diego ishte numri 88 Agolli. Shohim Diop ka gjetur Xilla, ky fundit lëviz mjaft mirë Xilla, pri pasimit i tij është për Silva, e një Xilla top në krahun e djathtë ku është Gjata në kundërkohë, por ka vetëm rivënie anësore. Vetëm rivënie anësore që i takon pikërisht shohim Silva, pritet pasimit i Gjena Bubakar Diop, ky fundi Gjena Xilla, Gjena Xhialdin Avdulin, por ka pozicion të paregull. Ka gjetur pozicion të paregull, thot asistenti Jermini Sufi. Shohim, është Din Ibrahim, Gjena ka qenë ofej, por ka qenë rivënie anësore ai top, i takon Bubakar Diop. Gjena Silva, lëviz mjaft mirë Kolonja, është këtë rivënie anësore. Avduli ka shqetësimin e lëviz mjaft mirë Agolli, dhe ka vetëm rivënie anësore i takon Butrindit. Të mëndshëm gjyqtari anësor, por edhe kryesori Ardit Merdanaj. Ofej ishte Din Ibrahim për skuadrën Butrindit. Basha, po mbrapa të portieri Kreshik Ndreca, ky fundi gjen Gjatën. Basha, pritet pasimit i gjen edhe njëri Eliu Gjatën. Gjata
Shpërthem mjaft mirë, Gjata ka ndryrë dhe goditje tjetër, dënimi për Butrindin. Sërish me top në kraun e djathtë të sulmit të Butrindit dhe kraun e majtë të mbrojtjes së Maliqit. Ku ishte Ndoci, i cili largon për në mënyrë të gabuar. Diop, që në Bashën, Gjata. Edhe njerë Kristi Basha, Nelson Pius, akon brava, edhe njerë Basha, këj fundit gjenë Ibrahim. Mirë Silva Oliveira, Nelson Pius, top në krah për Mario Mërkurin, e ullë tek Gjata. Mirë futbollisti Mario Mërkuri, mirë të shohë, nuk i del topi Mërkurit, i marrë lojtarët e skuadrës Maliqit. Lipo ishte dhe më pas të gjatë. Është Ibrahim, mbrojtësi i Butrindit. Pius. Është gjatë në kraun e majt Doci, largon më pas Fafanjo, gabuar e top. Ibrahim, gjënë në mënyrë të gabuar një prioritar të Butrindit. Elmas, gjënë mjaft mirë një bishokëve të skuadrës, ka tentuar dhe pikërisht ka qenë në numër 70 Pero, i cili ka fituar këtë rivënie anësore. I takon numër 19 Leon Doci. Shohim Ibrahim, Silva, Ibrahim, Mërkuri, në gjej Eli Gjatën, të Gjatën në kraun tjetër, ku është futbollisti Koloj, është Avduli, më pas Kolonja, brenda zonës Kolonja, i ka ndryrë Agolli, ka fituar këtë duel, ishte bregu falet dhe jo Agolli, që largon Gjatën në kraun e djathtë. Edhe një Mërkuri, edhe pasimi i tij në mënyrë të gabuar, ka zotruar Fafanjo, që fundit gjenë në kraun tjetër Demollarin, i cili ka fituar këtë rivënie anësore. Ibrahim është pikërisht pjesë e rivënie anësore këtë radhë takon skuadrës Butrindit. Mjaft mirë është e vendosur skuadra e Maliqit në këtë minuta, duke përfituar dhe nga gabimet e lojtarëve të skuadrës Sarandiote. E gabim në marrjen e topit nga Xilla, ka përfituar portieri Boakej Maliqit. Ibrahim ka pozicion të paregull, thot asistenti Pulaj. Basha, Gjata, shohim Gjata ka shqetësimin e numrit të 17 Ofej, e ka marrë Nelson Pius. Xilla le topin dhe kaloi me skëmbët e tij, por duket se kthen brava, por pikërisht tek portieri Boakje, futbollisti Agolli. Shohim topin në kraun tjetër tek portieri Kreshnik Ndreca. Basha, pjesë mjaft mirë Mërkuri, Gjata, ka devijuar një prej lojtarëve, ka qenë Lipo, ai i cili devijon, duke dhuruar këtë rivënie anësore. Gjata, Xilla ka dy luftim force të thosha me një prej lojtarëve, ka qenë Ofej, Silva, gabon këtë dhënien e topit dhe ka qenë numri 8 Elmasa, i cili ka fituar këtë duel. Pero
Ka shqecimin e shojmë Gjata. Ka tjerë në rryrë dhe këtë radhë është godit e dënimi. Dhe dënimi takon Maliqit. Minuta 22 e takimit të shifrat Butrindi 0 dhe Maliqi 0. Shojnë qashtë cilë kjo goditje për skuadrën e Maliqit. Julian e Gjunja kishtë trajneri Malsia. Ajo gjuhatje më pas i qetë portieri Kreshing Ndreca që ka topin e duar. Silva ka devijuar topin dhe godit dënimi, thot Merdanaj. Godit dënimi. Semi Diop, Nelson Pius, ka shqecimin e futbollistit Pero, Basha, Gjata në krahun e djathtë. Lëviz mjaft mirë gjenë Bashën. Lëvizën mjaft mirë është. Shojmë minutën e cila luhet në këto momente, 24 minuta. Shojmë ka aksion, nuk arrinë fitoj Kolona duelin. I qenë goditje nga këndi deviona golli. Shoni dhe në pamjet para. Pamjet e drejt për drejta të cilat vinë nga stadiumi Andolapa i qytetit Sarandës. Shojmë të goditje nga këndi është Kolonja, pritet në shtyllë 2, del Boakie, lëvisë mjaft mirë, më pas Pius, e kënë akon mbrapa, gjën Silva Oliveira, në ky fundi gjerë Mërkurin, ky pasimi ti, Mërkuri, goditja më pas, është sërish portieri Boakie, i cili përfiton, duke mos lejuar që topi të shkojë në rrjet. Shojmë një goditje vazhdojmë me pjesën vazhdojnë me protestat dhe skuadra diçka kërkojnë në pjesën e zënga mes dy trajnerëve, diçka është ka ndodhur dhe trajneri Ertan Meçani, i cili reagon duke mos shkaktuar një kaos mes dy pankinave, po tekniku Egli Malsia, por gjyqtari Ardit Merdanaj më tepër ka qenë për të parë dhe ndoshta për të shihet vendimi
Sa duket se ka diçka dhe mes futbollistëve të dy skuadrave. Ardit Merdanaj i vëmendshëm, gjyqtari i kolegjiumit të Vlorës. Tu parë se çfarë do vendos, ka thënë se është hera e fundit që ndodh. Është e rëndë për do të ketë karton, edhe për është pjesëtar stafit, sepse ishte vërtet e rëndë mënyra e reagimit të skuadrës së Maliqit. Pjesëtarët stafit më saktë, sepse futbollistët duket se ka qenë një lojë gjithçka e qetë në pjesën e fushës, por stafi drejtues i skuadrës maliqare. Dhe është kartoni i verdhë për trajnerin Artan Meçani. Kartoni i verdhë për trajnerin Artan Meçani. Është kartoni i verdhë për trajnerin Artan Meçani për protesta vazhdimisht duke reaguar në një është disajda vere cila vazhdojnë me pjesën e reagimit të tifozërisë sarandiote, e gjitha që ka drejt për së drejti me ekranin e dy faqeve kësë Butrini Sarandë dhe Saranda Web. Ka qenë Doci, Emir Silva Oliveira, largohet në rivën e ansore, pra makinës të Maliqit. E me njërshme dhe pjesa e reagimit të trajnerit, dusha ishe një provokim nga në, ndërsa të shojnë ka ngellur i dëmtuar futbollisti Kolonja dhe ka goditje dënimi. Kago i dënimi, por duket se është shuar dhe du të ketë karton verdh. Do është për këshillim nga ana dhe është karton i verdh. Karton i verdh për Marino Lalen. Pak nga sa është dëgjuar nga pjesëtar delegati, ka qenë karton i verdh për Marino Lalen. Pjus. Këtovim mbrapa ku është Basha. Ishe Ibrahim i cili la topin për Kristi Bashën. Shojmë Gjata. Ka shqecimin e një për lojtarëve ka qenë Ofej. Pandit e Gjilardin Abduli. Ertopin Leon Doci. Din Ibrahim, ka shqecimin e futbollistit Bubakar Diop. Kjo i fundi gjenë Oliv Elmas. Sa e ka ndërhyrë Diop për i vënë ansore. Sa Ardit Merdanaj shpare Mërkuri ka qenë më pas Ndreca i cili ka topin në vërduar. Portieri i skuadrës Butrindit. Diop, ka shqecimin e Elmas, Din Ibrahim e ka fituar, më pas Ofej, ka ndryrë Silva, nuk e merr topin. Futbollisti Butrindit e ka marrë pas pasit të Nelson Pius. Gjenë Alessio Kolonjën, ka ndryrë Leon Doci, rivënë ansore ka i takon sërish
skuadrës së Butrindit. Do të jetë Bubakar Diop. Shohim pranë vijës fundore. Është në rryrë numrit 70 Pero nga Avduli dhe ka goditje dënimi. Ka tjetër goditje dënimi nga ana e skuadrës së lojtarëve të Butrindit që nga shkaktuar këtë ndërhyrje të gabuar ndaj futbollistit Florian Pero. Shohim topi gjatë Ibrahim, topi sërish në duart e portierit Ndreca. Shohim tjetër topi që shkon në riverin ansore për Butrindit. Pius gjen gjatën, edhe një Nelson Pius. Shohim e ka marrë mjaft mirë Pius pas pasit nga futbollisti Bubakar Diop. Diop, ka shqecim një Din Ibrahim. Ka goditje nga këndi. Shohim që të cilë kjo goditje nga këndi. Afrohet Elmas pranë flamurit. Krosimi është gjysmë lartësi. Ibrahim largon Xilla. Top drejtim të Mërkurit. Silva Oliveira. Ka shqecimin e shohim në kaun tjetër. Afrohet Gjardino. Avduli ka zonë në lirë. Avduli, por topi cili shkon pranë vijës ansore, pranë asistentit Jermini Sufi. Krosimi i futbollistit të shohim Mërkuri! E goditje shkon jashtë. Mario Mërkuri. Ajo goditje çfarë ka falur sulmuesi Sarandiot. Mario Mërkuri. Bakje. Topi gjatë Din Ibrahim e ka marrë topin Elmas. Sa largon Bubakar Diop. Dhe pasimi ti i gabuar është e ka marrë Leon Doci. Është fali Pero. Pas Fafanjo. E ka marrë Nelson Pius. Pasim në drejtim të Kolonjës. E ullë mjaft mirë Alessio Kolonja. Që në Bregu. Ka marrë mjaft mirë Silva. Top në drejtim të Kolonjës. Ka shqecimin e kapitenit Agolli. Agolli këthen topin brapa Bakje. Topi gjatë Diop. Rivene ansore. Buhar Diop. Si shkon tek Leon Doci. I gabuar ajto, por është i vënë ansore.
Shohim i takon skuadrës së Maliqit. Milion 19 Ndoci, Pero, lëviz nga Milion Ndoci, ka shqetësimin e Kolonjës, por edhe të Gjilardia Avdulit. Fafanjo, u ka zi thotë Merdanaj, e ka marrë Zilla, gjenë Alessio Kolonjën. E sa ka ndërhyrje nga futbollisti Bregu dhe goditje dënimi, po shohim nëse ka karton, por jo, thjesht goditje dënimi. Ka goditje dënimi. Ndryrje në mesin e fushës, thjesht gjyqtari Merdanaj ka parë të udhës mos akordoi goditjet, falni karton të verdh. Ndoci, top drejtim të Din Ibrahim, por ka goditje dënimi. Zero me zero shifrat, kur luhet minuta e 38, do t'ishe 44, ka nisur 6 minuta me vonesë. Shohim Basha. Zilla. Vismja Mirofej gjenë Demolarin. Dhe pasimi ti Demolari gjenë Florian Peron. I fundit të jepi top të gabuar. E amara mjap një Kolonja. Gjata. Ismjak mirë Zilla, cili të topin e kthen brapa. Kolonja gjenë Silva Oliveira. Shqetësimin e Lion Ndocit. Elmas ka tjetër rivënie ansore. E takon Bubakar Diop. Shohim Diop me topin në përduar. Gjenë Zilla. Edhe një Diop. Dhe topin mbrapa Ibrahim. Mbrapa tek Kristi Basha. Gjata. Mario Mërkuri. E njërë Gjilardin Avduli. Ka goditje dënimi pranë asistentit Jusufi. Shështë cilë kjo goditje standarte. Ku është futbollisti Mario Mërkuri. Kosimi shtyllë në dy. Diop! Edhe njëra! Të shojë më pas. Edhe njëra Basha, por ka goditje dënimi në sulm, thotë gjyqtari me Ardit Merdanaj. Sa afrohet kapiteni Basha. Shnitur futbollisti sulmues, futbollisti Zilla. Topi gjati i portierit
Kje gabon Silva Oliveira, e ka marrë Din Ibrahim, më pas Ofej, edhe njerë Ofej, gjenë Florian Peron, ky fundit për një rotullim dhe gjenë një prej lojtarëve të Maliqit, por ka qenë mëndshëm dreca, del dhe zotron, gjenë Gjata në krahun e djathtë. Ka gabuar Gjata, e ka marrë lojtarë të Ofej, më pas të Pero, ky fundit gjenë Din Ibrahim, gabon futbollisti Silva, është Elmas, ky fundit gjenë numrin 17 Ofej. Rivenin fundore, të cilën do të kryej mbrojtësi Kristi Basha. Minuta e 42 luhet. 3 minuta nga fundi i kohës së rregullt të 45 minutave të para. 0 Butrindi, 0 Maliqi. Shohim, Diop. Ka një ndryrë të Bregut. Sa ka lënë lojën e avantazhit. Shohim, Mërkuri, gjenë Xilla. Xilla! Jo goditje dhe më pas. Bakje. Martin Xilla, Begadi ko shtes. Gati ko shtes nga ana e disa të ndryrje e futbollistit Bregu, sa falet nga ana e gjyqtarit Vlonjat Ardit Merdanaj. Mario Bregu. Bakje, gjëna Agolin. I fundit e lë për tek Bregu. I ka marrë topin futbollisti Kolonja. Dalë me mirë Gjedi Avduli. E që në Elmas. E ka Rivëni. Fundo Asore thot, por është është pretenduar për do t'jenë 3 minuta shtes. Është pretenduar për Sedakon e Maliqit. Për cili këthet mbrava tek portierin Dreca. Ky fundi gjen Bashën. Gati nga çasti në çast dhe ka shtesë do të jetë 3 minuta pas tabelës elektronike të gjyqtarit të katërt Edvin Latifi. 3 minuta shtesë është pikërisht kështu. Shohim, Mërkuri e topin tek Xilla, ky fundi gjen në krahun tjetër Mërkuri brenda zonës. Të shohim, Gjata ajo goditja më pas dhe ka qenë një prej lojtarëve të Maliqit që ka larguar Gjata. Mërkuri, ka qenë Silva, por çfarë ka humbur Elio Gjata. Kanë akorduar të 3 minuta shtesë, siç e tham. Shohim, Basha do të gjejë lojtar të lirë, ka gjetur pikërisht Mërkurin, ky fundi gjen Gjatën. Fiturin mbrapa, Kristi Basha. Pra mbrapa tek futbollisti Nelson Pius. Babakar Diop. Lëvizë mjaft mirë, gjen Gjilardin Avdulin. Ky fundit gabon e qenë Bregu i cili largon. Pius, e këndojnë mbrapa, Ibrahim. Shohim topi gjatë në drejtim të Mërkurit. Shohim pra zonës. Është zuar futbollisti
Gjata. Ka rivënja Sora i takon futbollistit Maliqit. Shën Gjata i cili është rëzuar. Kryesori Ardit Merdanaj. Ka rivënja Sore. Tjetër rivënja Sore dhe duket se Gjata i cili ka larguar. Shojmë pa në vijës ansore Elio Gjata. Pasimi ti Avduli, lëviz mjaft mirë Gjilardi Avduli. Basha, të kurtin Dreca. Fundit jep tek Nelson Pius, Ibrahim. Kom brapa tek Bubakar Diop. I ka ndërhyrë Diop. Nësa që Kolonja në shojë goditje realizon Alessio Kolonja. Shifat Butrimi 1 dhe Maliqi 0. Në super gol i Alessio Kolonjës. Është pretenduar dalja fillimisht nga super gol i Alessio Kolonjës. Është pretenduar se topi kishte dalë jashtë ansore, por nuk ishte dalë, pasi topi ecë mbi vijë. Dhe më pas goditje e Kolonjës, e cila shkon në këndin më të largët të portës, në shtyllën e dytë dhe në fundin e rjetës. Një super gol i Alessio Kolonjës, Shivat, Butrini 1, Maliqi 0. Në minutën e 2 shtesë. Spektakolare goditje dhe ka mbyllu këtu gjyqtari Ardit Merdanaj. Shivat, Butrini 1, Maliqi 0. Autori gol minutën e 3 shtesë nga Alessio Kolonja. Japi fund pjesës së parë, pas 10-15 minuta shpushim, rikthehemi sërish për pjesën e dytë.